Gëzimi nuk ndodh vetëm në mëngjes, ndodh kur vetdia zgjohet, kur njeriu bëhet i vetëdijshëm për mendimet, emocionet dhe besimet e tij të brendshme, ai fiton fuqinë për t'i transformuar ato. Vetë hipnoza është një mjet i fuqishëm për të komunikuar me subkonsciencën, vendin ku ruhen zakonet, frikat dhe potenciali i fshehur, duke ndikuar me qëllim në subkonsciencën e ndryshojmë rrënjet e sjelljeve tona, imazhi që krijojmë për veten, qoftë ai vizual në mendje apo ai që projektojmë jashtë, formson realitetin tonë. Vetdia është drita që ndriçon këtë imazh. Vetë hipnoza është ura që lidh ndërgjegjen me subkonsciencën dhe zgjimi është procesi i rikthimit të kontrollit ndaj jetës sonë nga brenda jashtë. E keni vërejtë sepse disa njerëz janë shumë të urtë kur zgjohen, jo me trup, por me shpirt fillon ta ndjesh veten thellë si një dritë nën sipërfaqe. Vetdia flet butë si zëri i së vërtetës që s'ka nevojë të bërtas. Me vetë hipnozë zbret në kopshtin e subkonsciencës aty ku lulëzojnë kujtimet, frikrat dhe ëndrat e heshtra, dhe kur e sheh veten me sy të rinj, jo si ishe, por si mund të jesh, nis ndryshimi i madh dhe rrënjësor. Jo thjesht një hap përpara, por një rilindje nga brenda. Këtë mund ta përjetoni në seanca individuale me mua. Ju falenderit dhe mirupafshim.